Për çfarë do të jem xheloze për ty zemë? Je si karkalet me dy cica. Çfarë ke ti për të qenë unë xheloze për ty? Ka një problem me ti, okay? She said something about my body, okay? Okay. Alo. Nuk ndalet goja së të thëndi që Benita është një mrekulli e pëfturuar. Nuk ndalet goja duke thënë që Dolqa është, nuk e di, poem. Nuk ndalet goja duke thënë që bukuria e Elionës është e pamas. Po jo më Linda, një gjohë. Bia vetëm pak. Linda, nuk ke se të arsyetosh pëse nuk jep komplimente, sepse nuk je obligume me jep komplimente. Nuk je obligume. Nëse një dikush është xheloze se nuk t'jep komplimente dhe kur thot që s'më pëlqen, si mund t'jem xheloze? It's not this the point. Vetëm pa ta dëgjojmë. Është një temë aq e ulët, prandaj nuk doja ta flisja. I want compliments. Ska gjë të bukur për ta komplimentuar. Ta dëgjojmë vetëm edhe mendimin e Oltës, sa i përket kësaj situate të krijuar. Unë mendoj që lëndrimi sapo bërin thonjza viktimën e tij të parë, që është Bia, që në fakt kanë një marrëdhënie shumë të afërt me njëri tjetrin, por në këtë rast pa diskutim që e ka përdorur. E ka përdorur në mënyrë shumë sipërfaqësore dhe fëminore, do të thoja unë. Ai po kërkon të ngrej një pol në atë shtëpi, po kërkoi të ngrej aleanca edhe të krijojë më shumë misi për t'i pasur në polin e tij. Por nëse ai ka ndërmend që të bëhet lider, le të themi, një grupi, njerëzish aty brenda, banorësh aty brenda, nuk mendoj që është rruga e dur duke i thënë që shiko se kjo të pashtremët. Nuk më duket një strategji loje. Ndërkohë, njeriu... Unë nuk jam e budale, po kur do Bia është budale. Ndërkohë e shoh komplet... Body shaming, nobody is talking about body shaming. I don't care. A mund ta mbaroj përfundoj mendimin? Ndërkohë e shoh krejt ndryshe situatën e Hygertës. Listen, Alaudin, you understand English very well. Bia, ne jemi në Big Brother Vim Kosova, kështu që duhet të tentosh të flasësh shqip. Edhe le ta përfundoj Olta mendimin deri në fund. A mund ta përfundoj mendimin? Olta po flet. Mbase dhe ju ndihmoj pak. Olta po flet. Ndërkohë e shikoj komplet ndryshe pjesën e Hygertës, e shikoj shumë të kthjellët, shumë të qetë, edhe shumë të qartë. Në opinionet që jep, në drejtimin që jep mikeshës së saj aty brenda që është Linda, e kam parë shumë afër njëra me tjetrën, edhe e shikoj shumë të drejtë. E shikoj pak më të përgatitur për të krijuar një pol ose një kamp të saj. Po fillojnë pikërisht të ndahen kampet. Kanë filluar pak, por nuk shikoj ende dy grupe të ndara, shikoj njerëz të pozicionuar dyshe, treshe, akoma nuk kanë, jemi shumë herët për të... Por që po, pa tjetër, e shikoj Hygertën potencialisht shumë të fort për të krijuar polin e saj. Shumë shkurt, lëndrim Hygerta, nëse keni diçka për thënë. Edhe të përgëzoj, Hygerta më falë, të përgëzoj për gjithë drejtësinë dhe sinqeritetin që ke treguar këto ditë me Bian, qoftë, me Lindën, më ke pëlqyer shumë. Faleminderit, Olta. Faleminderit. Po, sinqerisht, nuk dua të tregojmë tani oportuniste, por nuk është se kam ndërmend të krijoj një pol, edhe pse e di që ndoshta është mirë për këtë lloj formati dhe këtë lloj loje, po unë dua të rri me njerëz që ndjehen mirë edhe që ndaj të njëjtat ide, çfarë nuk më rri, nuk më kalon poshtë. Do flasim pak më vonë për